Gruaja duhet ta ndëgjon burrin pa tjetër. Ligji pe favorizon gruan tejmose, që mu s'm pëlqen hiç. Shumë keq. Gruaja si japën përparësi shumë, me shku një gru tash më thon burri ma kam shumë shafull, e bojnë të madhe, edhe në gazetë qesin. Gruaja duhet më pak se burri. S'mundet të qenë barabar, ose barabar në tjen, por jam mbjellon përparësi. Jo, gratë nuk kanë aftësi o hese. S'mundet me pas të burri se 20 gram trum i ka ma pak. Ka si fillim apo na kallzon për fëminin tonë. Që shukon fëminia jote dhe çka ka dallim për shembull fëminia jote në krahasim me kohën tash, me fëmijët sot. Spari, unë jam Abdulatif Shaqir Zymeri, prej fshatit Lofës. Tani emrin e ka katonisht fshati, jekna në rrugë, se duhet më në rrugë këtu emna që janë turke, slav, pa tjetër, nuk e di akademikët tonë që ka përbojnë, a janë koma, janë vjetë, janë brengot shumë. Që 23 vjetë nuk i ka në rrugë të përnime, duhet më në rrugë pa tjetër. Ose e kësha mërë titut e akademikëve me njerë. Ose i kësha shumë burg me njerë. Unë jam për fshatit Lofës, tani katonisht, tash Abdulatif Shaqir Zymeri, i lindën me 29/5/1958 në Lofës. Në Lofës kom jetu deri 14 vjetë. Pas të jem koni shpërngullën në Shkup. Kemi dosh me shku për Turqi, baba ka pas shef me shku për Turqi, se ka hek baba për slavizmit. Një vllaja kanë bo masakër, Hajdar Zymerin, vllavin. E kanë bro bogartë sërb, e kanë bo masakër totale, dhe më thonë. Meshë kanë bo, për gëllash që shtojnë. S'ka doshta i më me nejt, po fatmirësisht, nana ime e ka njoft Halil Ali Demen, një intelektual historian, dhe i ka thonë, mos shkoni, po nëse doni me shku, shkoni pravan e 3 muaj 6. Atje në Turqi, ha? Po, nëse ju pëlqen reni, nëse ju pëlqen këthemi. Dhe na kur nga shku Turki, një muaj e këna provu, sa atje, nëse shumë kështë kupton dikush me këtë shpreje, e këshim pas qerën e romëve, të zi do njerës të cilët unë nuk ju urrejsha unë. Është fjale e romë kja, por fjale e lirë, dhe s'na ka pëlqy fare, dhe jemi këthi. Sa keni Kemi jetë, një mujtet. Kemi jetu në Shkup, Shkup o konë shumë mirë, është një kryeqytet i Dardanëve, që unë se kom ditë në vitet e 70-ta që është kryeqytet i Dardanëve, ma vone kom orresh. Shkup janë një qytet shumë i mirë, është një qytet i zhvillum. Në atë kohë konë fetarisht ma shumë, tani është kombëtarisht shumë i zhvillum. Rinia në fshatin Lofës që konë e shkëlqyshme. Fshati Lofës është, në atë kohë jemi konë shumë fetarë. Dhe më thonë, fejes islami kemi kushtu shumë rëndësi. Po edhe shkollës, por ma shumë fejes islame, rasy se jemi konë fetarë shumë. Çfarë jetë u bëjke, a e morë men ti fëminin tonë? Unë, Qysh e keni kalu? A ka pas kushte? na kushtet, unë personalisht, familji kom pas kushte shumë mirë, jemi konë shumë të pasëm, kemi pas bakti, shumë kemi pas, pastori shumë kemi jetu, jeta konë shumë e mirë, ajri konë shumë i mirë, e mojnë me në atë kohë, asë një vetur nuk o orë në fshatin tonë. Dhe thonë, s'ka pas, asë një vetur s'ku pa kur në fshatin tonë. Që atë thëtë, tash e dikon jenë 397.000 vetura, këtë 19 vjetër, e gjysma mesatorja, këtë pa katalizatora, këtë me lëllë e nafte. Atëherë konë orë shumë i mirë, se ty e dini që truni ka nevojë për oksigen. Atëherë kemi jetu shumë jori, koni pastër, kemi punu, kemi jetu, jemi knaqë. Ku është organizmin e njeriu duhet ta dinë të gjithë, edhe unë e di mati këta, e manë ajri dhe ujë, sidomos truni. Edhe truni ka nevojë më shumë për oksigen. Kemi jetu shumë, konë jetë e mirë, e qetë, e amel, këna punu, dhe më thonë, kemi pas shumë tokë, shumë kafsh, vlektori kemi pas shumë. A e punojsh i tokë? 100% e punojshmi shumë mirë. Punojshmi tokë, nuk qëshmi me nëgjes herët në ora verës, në ora 5-4 me nëgjes, punojshmi të rinë 10 ditës, 11 ditës, pastaj boba thike, tash duhet me mrizu, edhe gjoja mrizojnë, edhe na. Për 11 ditës deri në ora 4 thoi të shkoni pushën. Kur bën nxehti më i madh. Shkojshmi pushojshmi në 4, punojshmi deri në ora 20 pas ditë, ose 21, deri u të rrojtë.
shumë i nevojshëm të këna, me hangër ushqimi, këtë ku natural. Nuk kena pas atëherë jo domatet, jo patatet, jo me qitë kësine gjona ade, këtë jenë konë ushqimet originale, vish knash, knasi, A u kon knatësi, a u kon lezet që... shumë o konë knasi e madhe e mojnë men, dhe më thonë, kur kemi shku vizit me vodi konë, bili, mësoj që atë hoxha, shumë më la bilalli o konë hoxh, e konë pas kushëre, o konë hoxh shumë i aftë, shumë i mesëm, thëj ke 6 orë duhet punë, 6 i zjaret, 6 i badet. Dhe më thonë, i zjareti i bjen vizit. E me shku dikun me vizitu, thëj ke me zemër dikun, e më knaq, është knasi, thëj ke. Aja është shërim i nervave. Që sot kur shkojsh musafir, sot ki probleme, ja të gjelozanja, ku a vesh mija, ku a vesh kja gjë, ku ka kështu jashtë, dhe lloj fjale dolin, nuk të prit mirë, adin. Qytet nuk të prit më mirë, herë, kofshin të hongër, buke qojnë bukën, thojnë, dhe qojnë, se veç ka hongër, a një unë tjo. A fshatë, që të një vëve, pak djatë, thot, urnoni, buke krype zemër, dhe më thëmë fshatë jo në bujar, fisnik, se në fshatë njerëzit rrinë, e janë marë pasën, psikisht, fizikisht, mentalisht, pse? Ka ajtë mirë, aty ku ka ajtë mirë dhe ujtë mirë, truni funksionon shumë a mirë. Ajri dhe ujë e moj trunin. A ke po vendimet qofshin patriotike, historike, apo shfardoj i kanë morë ku? Pi fshatit i kanë morë, pi malsijës, që qyteti s'ban kur gjo, qyteti vjen, që shtoj ke, baba ho shtoj ke, qytetin e kanë maru dreçnit, shto përla, kurse fshatin e kanë maru me loqet edhe Allahi. A ke po sot njerëzit të gjithë shkojnë në fshat, marrojnë shtëpia, marrojnë villa, jetojnë pastër, jetojnë mirë, jeton shumë më mirë, jo më mirë, por ka dallim fjala më mirë me shumë më mirë. Shumë më mirë është gjithat mirat i ki sot në fshat. Kurse në qytet shka i ki një shi me radhë, del kanalizimi, i kanë kanalizimet i kanë që kanë pas që vetë, jo si pas programit për shembull që mendoj që ujërat atmosferike veç, kanalizimet veç, del kanalizimi ti prish banorët, ta prish herën, një mujtë sjeket ai infekton krejt qytetin. Kështu. Për shembull ku jetoj në Ferizaj tash rrugën Vllazë Gërvolla e kanë një kanalizim 20 cm. Rruga Vllazë Gërvolla është një rrugë sa gjysa Ferizajt. Kanë po hajgore, domethënë kanë bënë çmim. Kur me vrani shi, jo i madh, më shumë i madh na vjen edhe në borë, po me vrani shi i mesëm, kanalizimi del jashtë. Ai momentet që del jashtë ai nuk zhduket ato bakteri, mikrobe nuk zhduken me ne, ato përhapen në bonor, në post, apo përhapen në prabor, apo në përkusa. Kryesorja është shumë e rëndësishme me ditë se në atë kohë, po, në arsimi u konë i mirë, kemi pas shkollën fillore në fshatin katolisht, apo ish lufs, atë, dhe kena kam shumë mësusat mirë, taft, kam pas dashuri shumë, mësusat i kemi respektu dhe ne kanë respektu shumë, kemi kalu si prindi me djallë. Sot apo respektuan që? Jo, unë mendojmë simulonsat, nuk kam shumë njëri, por simulonsi sot ka dallim me simulonsa tjerë. Se unë jam konë edhe në fakultetet edukatës fizike, gjeneral tapor, do të thot, ata na kanë dosh profesorat edukatës fizike Arsim Femiu, në Shetkoshi, Masanigj, ata na kanë dosh si djem. Dhe na kanë shpjeguar si djem gjithçka. 3 herë 4 thash gjithçka. Kurse sot zbesoj, sot këti këshyrin interesin, ke këshyrin interesin, me që këshyr, me kry punë, me shku në shpi. Këptum, dhe më thonë, nuk shof diçka, për shembull, unë udhëtoj shpesh në Evropë, dhe atje thmijen e këshyrin tam mënë si thmijen e vetë. Ka obligim ligjor, nëse thmija ka me të mrapa me mësime, a i ka obligim me përcjell gjendjen, me mësim plësus. Veli, kur shkoj Shqipëri shpesh edhe atje, Enver Hoxha e kishë praktiku një gjatë të tillë, që unë e shmoj Enver Hoxhën shumë, para të kohë, për këtë usmoj me garantuar që ka muaj, se unë se njef Enver Hoxhën, që ai për shembull thmit, asnjë thmit s'kish guxuar me përsërit. Që ky sistem tani në Zvicër. Asnjë thmit s'guxon me kon atje për mbrapa, nëse është për mbrapa, ka më marr psikologu, ka marr pedagogu. Që diçka s'ë në rregull. Po, a këtu te na për shembull, kin zonë ca kalla bllak, mësojnë, nuk mësojnë, son zonë që ja kthem mësuesit fjalën, lloj snopa, TikTok, ai qesin e ofendon, nënshmon, domethënë unë nuk e pëlqej ato. Se pëlqej për arsye se ligji i Evropës na kalon për mbrapa. Për shembull na kalon për mbrapa edhe te martesa. Ligji i Evropës që kalon grove shumë përparësi. Që unë e denoj këto. Jo, gruaja duhet të bëjë barabar me burrin. Jo më shumë. Jo më shumë, gruaja sot është më shumë se burri. Edhe pse po luftojnë për të barabartë. Na jena gruaja duhet të bëjë barabar me burrin ose pak 1%, 2% nën burrin. Po jo më kon për mi burrin, gruaja sot shkon për shembull
bën një problem, ofendon shohën ose jam shon një shapull, vjen policia, vjen gjyqi kishte me bën nomin, atë ligjet e Evropës janë alën. Thot 30 ditë kimu afru 30 kilometra, aty domethënë ja bën 8-2, a burri ti e din durt, i bën vjeron të punu non stop, gruaja veç rrin TikTok, edhe Snap kanë, edhe Facebook, s'ni për burrin. A kanë aftësi udhëhecë gratë, a ju duhen? Jo, gratë nuk kanë aftësi udhëhecë. S'mundet me pas të burri se 20 gram tru i ka ma pak gruaja se burri. Se në trupin e shëndosh, rrin mendja shëndosh. As një gru eksperte shkencëtare s'u bë. Na i kryetare ka mujtë sikur që vjo sa është. Për shembull, kemi shumë pak kryetare, edhe kemi pasur në mbretëreshën të uta sen, mirë po, gruaja do të më pak se burri. S'mundet të bëhen barabar, ose barabar në tjenë, por jo më dhon përparësi. Ke po në Evropë homoseksualizmi ka lulzu. Pse? Pse? Për arsye se ju kanë përparësi grave shumë, edhe burrat çash ju kanë bërë tull shumë gratë, kanë filluar me urrejt dhe kalon me moshkull, kalon në homoseksualizëm. Këta e kom analizu në Evropë, se nuk kom punu 13 vjetë në Evropë. Edhe kaloshin me moshkull, si jo rreshin gratë. Këpëtan, dhe më thonë, gratë do të jenë barabarta me burrin, por jo ma shumë. Kurse se. Që po qëndrojnë që ky raport në Kosovë? Ky raport keq shumë keq. Gruaja si japin përparësi shumë, me shku një gru tash me thon burri ma kam shumë shafull, e bojnë të madhe, edhe në gazetë qesin. Edhe e bojnë shumë të madhe, ata burrat ftofen tani më pigrove. Për shembull, un si Abdulatif Zemeri kisha thon kur gruaja mos më konorizu në komunë. Kur fëmijën mos më qit në mentonin. Pse më qit në mentonin gruajin? Ato fëmijën kur tallkini knohet në men të babës. Apo ti pëlqet gruaja në mentonin, nesër ajo po bëhet princezë, shpitone. E kur pasionis ka propi babës. Po i takon gjys. Mo gjysa çka dush takon ajo mo të çetë të shtëpisë me dosht. Kuptum, për shka e gruaja, do të thonë kjo është keq. Do të thonë ligji pe favorizon, ligji pe favorizon gruën tejmose, që mos më pëlqen hiç. Se ftofen moshkujt. A ke po shumica nuk martohen, as femra as moshkuj. Sidomos moshkujt s'martohen hiç. Bile moshë mirë s'ka shka e bën gurën kunor hiç. Pse me bën kunor? Tash po bëhen edhe protesta për shembull për bën një bashkëjetesë me bën, po në të bën ata protestë, për çka po bën protesta tho? Për drejtat e tyre, drejtat e grave. Ço? Organizata të ndryshme. Ato bëjnë protesta, pra më thash edhe një herë. Edhe po e përsëris. Ato çka di unë dhe çka kam në mendje dhe në shpirt. Gruaja duhet ta ndëgjon burrin pa tjetër. Po edhe burri gjithsesi, por jo gruaja tjetër e privilegjuar në ligjet e Evropës. Se ligjet e Evropës e kanë shkatruar Evropën tja. Ke po në Evropë as nuk lindin, as nuk martohen, ka homoseksualizëm shumë, largohen për grave. Gruaja shumë e privilegjuar është Kosovë në Evropë. Që në Turqi në rysh është. Që në shtetet arabe është mirë. Është shumë mirë, unë të kuptohem, unë jam shqiptar, unë e fenë islam e du shumë, dhe e qëmoj shumë. Mirë po për kombin, fenë islam e gjuj minherë, shumë largë e gjuj, poshtë e gjuj. Mirë po, prapë jam, babe gjyshë këmë pas fetare, hoxha, gjie, sen, a kombi është i qmuar për mu, unë do të se i du shtetet arabe, unë shtetet arabe nuk i, ato janë tjetër ngjyrë, tjetër dialekt, tjetër kulturë. Po që Turqia pak i ka punë ma mirë, njëte, edhe pse edhe aja neve na kalon për mrapa. Po aja është histori tjetër. Çka kemi pyet tjetër? Folëm pak për martesat i kalum si shpejt. A mund më na fol pak për martesat në kohën tonë, që shembull? A kanë qenë ashtu më të mira se sot që po? Po, që unë mendoj shumë më të mira kanë qenë martesat atëherë. Ndoshta gruaja ka vujt pak më shumë, ose ka vujt. Po më mirë me vujt pak më shumë se sa me lon jetima e më martu një vend, se gruaja si dohet më të na moja smartohet. Mirët me lloj prestacioni, fjale, shpreje, ligë është kja, smartohet e bën probleme shumë. Dhe më thonë, ma mirë me bojt burrin, se tashti kur të martohesh ti me burrin, nëse burrit qëllon nervoz, temperament, ose ismu psikisht, ose fizikisht, ose mentalisht, ti duhet me bojt burrin. Dhe ana sjelltas, burri duhet me bojt gruajën, me shëru ato. Të mjekit, të hoxha, edhe si besoj hoxhës, të faltores, si besoj faltorës, por duhet me bojt, duhet me shëru. E jo me thonë une, ka qillu, të lemërin polisi, ka qillu, dona, ato keq janë. Ti ke pos faq ato. Ajo dashuria por. Ta shko dashurit por. Ta shko kalu me pesa 6, 7, 8, edhe tashti
martohet me një, e vjen me si sprit më do. Sa i qetin telefoni, i rrin Facebook, i rrin non stop, shembull. Thot, e ka të gatshme, thot, kthev të unë se ku jem pendu. Se rinia s'mirë me çdo sens, në Kosovë rinia nuk ka të punu. A diçka do të thonë kur të punoj, ti unë ku punon në Zvicër, për shembull. Si u qesh minora 5 mëngjes, deri në 7 mbrëmje vish të punu, kur visha unë për shembull në kantinë me hongër buk. Unë s'mosha më me hongër buk, as mosha më lo dur tash, do të shkeni një orë, 2 me pushu, tana mu pastru, tana mu shumë më bukë. Pa këtë s'punori një herë gjatë ditën kafet, 1 euro i bën, 2 euro i ka bë 2-3 euro çatë, ton ditën rrin kafeteri. Do të thonë kjo keq. Te periudha e martesës, apo mendon që më mirë kur çajo ku, për shembull, se shumica e mbollë me pset, me ndërmjetësues. Më mirë është shumë. Me ndërmjetësues është më mirë. Pse është më mirë? Në shtatë ka ndërtuar një martesë. Pse është më mirë? Çka të kallzoj? Pse më mirë? Tash për shembull dashuruan ata vet. Ai mas poi se njeh, ai ka gjyshën bosnjake, ai ka gjyshën ashkalike, ai ka rome, ai ka serbe, ai ka gorone. Të gjithë na duhet martohemi me kategoritë njëjtë, me feje, me kulturë, me ekonomi, me stimin atë kohën e burgjezisë, e të feudalizmit, stadi mund më thon dikush ka kohën e feudalizmit të burgjezisë. Pa e shkon ku e keqe. S'mujnë me voni femën fukaro kur jam i posën, sa e keq pijen ta vjedh. Ajo është e varfër, ai ka një gjak hajtik hajduknien. Ose e ka një gjak zdim më sjell është një gozë zdim me talo. Vëdën se ajo s'ka po që të sene, janë atë, atëherë konë ma mirë. Edhe sot nëse bëhen me ndërmjesim, martesat kanë ma shumë perspektivë. Që s'mund është me shumë me morë një djali ferizoj, që kanë e merë një qik gjakovës. Aja qika gjakovës, për ka dole, ka shëtite, ka hez me loj moshli, kjo e merë. Mas një vjeti, 2 merë vesh që aja ka kalu me shumë vetë, kjo e Elshon. A Elshon a e man. Folë ma shpejt, Elshon, që u prish martesa. Këpëtan, të më thonë u prish martesa, ose aja hisë më smelqu, aja halitet. Halitet del e ka instinkt, e ka shpreje ka morë për shembull që del, shëtit, hes, qëto. Këtë në herë i mbohë nështë ndomje ma pak. Shumë ma pak, jo ma pak. Sekreti që ndonë ma pak, që e mbon ndomjet ma pak, kon ka pos karakter. Atëherë, ja jo që të tregoj, të spjegoj në çka di. Atëherë kon për shembull dashuria parë. Një puthje të parë ka pas, një akt parë ka pas, karakteri kon shumë i madh, fetar, kontor, s'ka pranu me ja me nërru burrim njëherë. Sa të burrin e ndronë aja, këtu hotelat që janë rejtë që 7.000 lejmë zeka se pohim detale, janë rejtë për shëmës Frizaj ki 60 motela, këtu për shka janë rejtë. Për shka janë rejtë, të rëgëm, këtu janë rejtë, së pëhonë Allah edhe për ploka, edhe për plesh, edhe për grotë martu. Se mo për këtu pa martu, të veç shkojnë atje. Atër ka pos karakter, s'ka mujtë me modo aja pi burrit. Hej, modo pi burrit, atë shka dhe me thonë, aja ka vdekje. Këptum, ndoshta unë s'po thëmë gruja ka hek pak atëherë, ka punu, po dhe burri ka punu. Nëse që gruja mu më qëllon e smut, që kishtë, unë do të me mojtë grujnë ton jetën. Mojtë mi aqit një orë toke, a mo këtë me lëshu kurse si. Se kjo është shejt, kjo është djeli parë. Ajo ti për shembull ka qëllu psikit ta çojë te baba i vet, jo kurse se. Këto kam më kshu deri në vdekje. Tash talshon më një herë, dohet më një herë. Shkurt thjesht, gruaja është e privilegjuar shumë në Evropë. Unë për mendimin jam është, do kush i ka mendimet e veta, është e privilegjuar shumë. Nuk gëzon gruaja më konë e privilegjuar në Evropë fare. Duhet më konë barabar ose një nuancë apo 1% nën burrin, nëse don më konë martesa e lumtur dhe bashkëjetesa e lumtur. E pse po ndodhin ndarjet të sa? Të kallëzova, edhe një herë po ta shpjegoj. Apo mungon çaj respekti gruas për burrin? Shumë. Çat gruaja se bën burrin e sopës, sipas mendimit. Se banes. Pa gro e bojnë burrin e sopës. Shumë. Këti për mas TikTokit, mas nopa kanë qenë, Facebooka, shoqënia s'na ulet hez, një të shoqënia s'na ulet hez, kupton, shkojnë punë, a ke po cullakovën, ku ke po të në Zvicër për shembull me dol cullak. E qëtë gjoksin, ti të vje mora dhe me këshu në sy, jo me këshu këtu në gjoks. Apo ajo? Ti vje mora dhe me këshu në tepër, është tepër, edhe në shkollë, edhe ku do ajo, e ishte e ka etike, estetike në vetë, jo të më lazdruti, ku jetë, këtë shku në bara, në diskoteka, ku jetë shku? Jo të me shku në shkollë, me shku në punë, vishtet qatë shkeq, i shof dhe motra medicinore, 30 krejt, do mi krejt i shof, ku shkoj ty, më vje kesh me këshyrë, me vje kesh me këshyrë sy, jo me këshyrë pjesën e poshtë me trupit, ose në gjokësit. Aja e prish për shembull.
lloj moshli sot i thot femrës ko ke bukur, e pas ke fistonin e mirë, pas ke këto të mirë, pas ke këto. Tanë haja femën për është, femna është 20 gram trujko ma pak se moshli. Ndryshon mendjen ajo. 5 moshë kemi thonë e pas ke fistonin e mirë, sa mirë po të ne ke fistonin. O zati sholla e burta di vlerë. Kja thot shka ku ka bon. Kupton, gjitha femrat, 70-80% tyne. Që 10% kanë karakter. A ke po që shtojnë i sholla vjen me një nusë domaçinit. Nusë domaçinit nuk lum fjalën, as nuk çyr bili. Anita, ato janë trolla, ato nuk janë. Rinit të respektueshme, a kemi rinit të mirë? Rinia e kanë shumë të mirë, por rinia duhet me punu. Rinia duhet me punu me njëherë, për shembull, unë jam djathtist në politikë. Mirë, po tash kum kalu majtis me Albinin. E lus Albinin me njëherë plet, shi ka bo 50 me 100 pension. Me njëherë, shka me njëherë, mi shti rinien. Gjakovori edhe të gjithë thojnë pasha rinien. Rinia nuk gëzon mu bredh rrugëve hiç, atë shka hiç. Rinien krejnë punë me shti, se rinia o diamant, nuk është ori. Ata me shtin punë, me njëherë. Rinia nuk gëzon mu sjell rrugëve, ne të punon rinia. Për shembull, policë, te kemi fjalën e policët, ata polici zonë atje në kufi. Unë e shoh polici dorën në xhep, cigaren në gojë, edhe hedh në qytet. Unë më njëherë ai polici e di që ai mundet as më ja kap dorën dikujt. Polici ti i ri, edhe mosha ku do në botë është 39 për policë. 39 vjet. Polici duhet i ri, vital. Anite. Edhe i rivit ndëgjon shefin, urdhin sta kthen. Ai vjetri aty, i vjetër çka kipi vjetrit. Kur që s'kana pe vjetrit. Kur që s'kana po morëm mësim, le morëm mësime sot morëm në YouTube, në Google, ku dush morëm çka dush. Rinia duhet me shtin punë, nuk guxon rinia fare. 5 herë tash fare. Se në 5 shtete rrethohet shqiptaria, edhe një herë po, fare, nuk guxon rinia me nejt pa punë. Çka bën Albini ose qeveria? Se qeveri ma herën as kena pas. Çfarë qeveri? Kur qeveri ma herës kena pas? A keni dëgjuar çka ka thonë Shkurt e Feza? Gangstera e kon. Një emision e kon. Anite, s'kam pas ata. O çura mushi edha atfar çka vapër? Çakur, edhe në Debeldein, për çka? Ti bën një referendum, nëse e populli, atëherë populli përgjigjet. A kështu ajo? Ai më dhon për çef. Po kurrëzon me liberalizim. S'më intereson mu liberalizim sot na, do është liberalizimi neve. Enver Hoxha ka nejt 50 vjet shtet edhe ka moj çush duhet, tona të mirat i ka pos. A ma mirë me pos varfri, a budallaki, a prostitucion, cilla? Ma mirë varfri edhe punë. S'kemi në nevojë tash ti Kosova s'dihet avrohen me zveti. Aksidente, katastrofë. Katastrofë çdo ditë des dikush. Kjo sa jetë. Dikush është edhe pak, dikush është shumë i postë. Dikush është shumë i postë. Shumë, a diçka fjala shumë ekstrem. Dikush s'ka. Ikin jashtë, pyetja ishte pse po ikin jashtë. Logjika është kjo, thjesht ti e din, por unë po duam të shpjegoj në mënyrën time. Pasi më pyet. Po rroj jashtë ik, ai që s'punon, shefi ta shfryzon ty punëtorin maksimum. Me 200 euro, 300 euro, 400 euro, rrugë, 8 orë, e shko kordo, më sta me kilo, e të punu. Duhet me pos rrugën punëtorit 600 euro, 500, 600, varësisht par punë e kryin sa lodhët. Dhe s'ka nevojë jashtë me shku, pse me shku jashtë? Nëse punëtori punon, dhe i pet rruga 600 euro, s'ka nevojë me shku jashtë. Këta s'punojnë asnjë, ai ku me shku? Ajo në gjendje me shku në burg jashtë me tu, unë plot rini ku më thonë inshallah veç burg Serbisë, Greqisë nuk shkoj. E ku do më rron burg, s'ka shka han. S'ka kam ja mojtas. Bile porositi Albinin rinien nëse se shtin punë. Plokit i që pensionin krejt, ne të vdesin për plesh, shka na duhen plesh. Ma fjole ronkja, na duhet rinia, e pja ka 100 euro rinjes rrugë. Tak, 100 euro rinjes rrugë, se ushtri, rinin e ki ushtar, e ki djall, e ki tënë në të mirat e ki rinien. Ploki edhe FBI-a si ti pon 80 vjetë, 75, FBI-a një inspektori ty në e mytë. Se lem e tu, a kështu a keni këta, se lem e tu. Edhe plesën si ti pojnë 65 vjetë, 70, shka mu na dohen, ata i ka me dek se me dek. Smuhet një plak, mullë na ta bojmë na premjek, për që e në shku du shëja, jeta është 75. A kuptum? E ta është edhe pak. Rinia duhet me punu pa tjetër. Shumë intereson mu, çdo qeveri, e lusë Albini vesma, se Albini është qeveria ma e mirë si pas mendimit tem. Gjithmonë po flasme si pas mendimit tem, nuk të folë nemen të popullit të. Të folë nemen të emin edhe të familjes teme. Rinia duhet me punu gjithsesi. Nëse s'punon, e pja 200 euro rrugë. Jo një që. 200 euro rrugë, mes t'i nënshtrohet kërkujna. Mes të vjen në afar pozitat prostitucionit, drogës, dohonit, borna psikoaktive, me shkon jashtë,
Por rinia duhet me shtim punë. Ma mirë me punu me bo orarin 3 orë, për shembull 8 orë në punë. 4 ka me punu për shembull. Ti 4 kë ti. Të gjithë mu angazhu, se sa me mjetë pa punë. A ka pas qeveri të kalume që kanë punu më shumë për rini? Kur hiç. Asnjë qeveri s'ka punu hiç. Për mua këto qeveri të kalume që janë krejt hajna janë kon. Nëse do me pyet diçka të kallëzoj pse, çill. Se jo, po më intereson pse Asnjë qeveri hiç. Asnjë qeveri në dynjë nuk ka punu për Kosovë. Veç që kanë kështu interesin e vet. ndoshta këtu rrugë që janë shtruta. Këto rrugë i kanë shtruar asfalt që kaq. Ka bi bori më një herë, anite edhe kanë vjedh tendera katastrofë. A ke po që thaj hyste ndërmishje. 900 milion i ka morë një kerë. 900 milion i ka morë një kerë. Dhe që ka qarkulluna për Kosovë. Se di jo konë emision tash nëse s'gaboj, s'pe dia 90 milion a 900. Unë e di që 900, po nëse gabojnë më s'ma zonë për të modhe, di ja 90, ja 900, tha një kerë i ka morë, kush ka kry punë. Kupton? Këta ka shtruar asfalt, atë këtu edhe ai fat me lima çka boni, e shtroi rrugën Lipjan Prishtinë 10 herë u prish, u ndresh, e ndreshën e prishën. A kon kështu? A atë kohë që 15 vjeç, 17, domethënë çka ka bëj? Neve s'na duhen shumë rrugë. As autostradas na duhet. Mendimi jam, çka na duhet? Na duhet një fabrikë me qelën Ferizaj, 2000 punëtor mishti. Edhe rrugën me pas 1000 euro. Për një nuk shkon. S'na duhen rrugë neve migron rinia nervoz, temperament, ndikim drogës, ndikim të alkoolit, sa të që më sponojsh diçka mirë njëri. Edhe ai grokirit te mose. Policia te tash nuk i kanë denu, haj se koke me PDK-n, haj se koke me ato, haj se i kanë fol. Te do të me denu, me njëherë mja molin ati. Edhe neve na dohet për shembull një spital, pritva. Neve na dohet një spital i mirë. Pse neve me shku spitalin për shembull Sistin Shkup, këtë porët derdhen atje? Nga, këtë porët shkojnë në Shkup. Po s'kena porë Kosovë, kush s'ka? Kosova ka porë për smut na i bojna, i marojna. Me dorë i marojna, jo me diçka. Spitali me pas këtu te na. Ta po mendojmë edhe spitalin shteti. Spitali shteti në Gjermani, Gjermania i ka po spitalet privat. Ose thot me nol prodhim me serbe mos mi ble. Le mor prodhim me serbe se njëri me zipi bën porët, ai duhet me shku me ble dikun. Harron ai që ai serbi, veç i kshu ku ma lirë më mirë. Për çka i kom dhënë propozimin, ja kam shkuar një letër qeverisë. Le këtu super viva, super dreqen, viva Fresha, viva Hasona, Hysena. Tu veç boj shpëlore parash dollavera. Po, letër i kom shu. Ti duhet këtu, për shembull, me qelë një supermarket Lidl, Gjermonit. Gjermoni e baba i kombit botës. I ka çmimet e lira, i ka të garantume, i ka të cilësisë, dhe na mo, ta na e harrojnë mo prodhime servijes. Ai Lidl është. A din që unë shkoj në Gjermani, frekuentoj shpesh Gjermani. Çmimet shumë më lira në Gjermani dhe shumë më të mira se sa në Kosovë. Tu të superviva, super dreqen e të çoja këtu veç këshyri me vjedh, nuk ka hajri ty në heq. A di shka hiç që është hajri ty në. Me qelë një Lidl, ose një çfarë dush prodhimi Gjerman. Po nuk vjen Gjermani, leja 5 vjet me tatim më të lirë ose pa tatim. Afroja kushtet, edhe ai vjen. Kur jo hiç këtu këtë mrapsh shkon, të duhet patjetër me pas ndryshime. Çfarë Cila është tigre ju të drejtuar qeverinë? Qeverien e luti shumë. Albinin dhe Vjosën. Unë mendoj se Albini dhe Vjosa, Liburn, Albini, Vjosa, Glau Konjusa dhe Donika dhe Fitim Pesi. Është edhe të tjerë Arbolina Haxhiu e tjerë, i përshëndes i du shumë me zemër. O fjolla për momentin, këta mujnë me ndryshu. Soni i kumë thonë për shumë Albini u shku në Greqi kanë e 2 javë. Ata grekt edhe rusë mujnë mi qitë, shka nush që mi aprish trunin mas 2 vjetë 3-5. Dëli i kumë thonë Dardoni djoli tem, ne ta merë bukën me veti, se s'prishet punë, se unë si besoj grekit edhe rusit, as sërbit. Ama heq, absolutikisht, heq, bili sot i kisha bo me vizat me Serbi me i. His po du bre, i thej reglat kejt, po bona Enver Hoxha, për të Enver Hoxha. I kisha thonë qeverijës, edhe e luti shumë qeverijën, te i masa, atë sa di une, ka njës ma ta, se une, shumë ata, i kisha lutë qeverijën, rinijën me shtin punë krejt. Çka bona e shumë intereson, ose më jallon një rrugë simbolike 200 euro, jo 100. 500 euro me si jep rrugë heq. Çka duhen të bojnë ata në xhinën? Ose po vdesmi, s'po na duhet me vënuna se ti bëjmë 75 vjet, çka me jetu? A rinien me lon rrugëve, ajo është vdekje.
një 18 vjet, 20 vjet, 25, me lënë rrugëve pa punë, ka kry fakultet, ka kry shkollë të mesme, edhe me hecë rrugëve ai s'mund fizikisht. Ai me diçka ka më morë. Rinien me shtin punë sa më shpejt, spitalet private me qel, jo të shtetit, se shteti nuk s'ka shans, shteti këtë bota u bo privat, na po punojmë spitalin e shtetit, që ka nejt pacollat e ato, ajo shkon biliarda, jo miliarda, fabrikat me qel, mi afru kushte mi afru çdo pa ta tim një vjetë, 2, 3, 5, dhe rinien me shti këtu. Gjermani për shembull na ka lutë shkumniun, na ka lutë Gjermani me qel një fabrikë prodhimit automjeteve. Këta jo kanë lypt holla, këta qeveritë e mahershme kanë lyp para, kanë lyp sen. Kështu ne vjen, ja afron kushtet, rinia këtu më punsu. Po ta na do me shkon ai, mirë po prap kthehet se e shef që jeta është më mirë këtu, se këtu e ka shtëpinë, atje do të më pagu veç 600 euro kushton veç banesa. Sigurimi kushton 400 euro. Domethënë e shef që s'ka llogari kthehet, në shkon ta provon, jeta është me provu. U shëtit i rriti ka shef me shëtit botën, kom. Jo me aeroplane me kerr. Domethënë shkurt thjesht, ta përfundojnë. Te gjithë policët dieta me 100 pension me një herë. Me një herë, a diçka me ne unë po çoditë që policia punon 65 vjet. Unë po çoditë kush e kalon këtë listë shkon të bu. Ne vrajson hec, jo me vrapu. Gjithë me njëherë, zguzon për polici, me njëherë do të me shtin 3, rinia nuk guzon, rinia i boni 18 vjetë, nuk e shtinin punë qeveria, unë atë qeverim e qojnë në burg, jo me shkarku, se çka bën qeveria me punë atyne.